Historia e Borovës, fshati ku ndodhi një nga masakrat më të rënda që nazistët gjerman kryen ndaj popullsisë civile në Shqipëri në vitet e luftës së dytë botërore, është përkujtuar këtë të hënë në 83 vjetorin e saj, dy prej të mbijetuarve të masakrës, Jorgjia Asimo, 87 vjeç dhe Pandora Andoni, 90 vjeç, folën për përjetimet e asaj periudhe. Erdhi Gjermani në bosh, i vuri për para dhe i pushkatoi aty në ura. Dentën 50 ditë të zbuluar, të vrarë. Balonin në Krimba, merin. Me sy e kam parën. Na hyn një Gjerman në shtëpi, apo Wenige Minuten später kam ein Deutscher bei uns im Haus rein. Të pesë burrat që ishin. Und der hat alle I nxjerr poshtë dhe mund ke ura i vret të gjithë. War Aty kein na guter vjen një Versteck. Gjerman, i cili qëllon dhe pritet vllai vogël 5 vjeç. Sind Sipër dann- urës na del një Gjerman tjetër, und i cili qëllon me automatik, pritet babaja, aufgehalten. vllai. Da wurden Masakra e Borovës mbetet një nga ngjarjet më tragjike të luftës së dytë botërore në Shqipëri dhe një simbol i vuajtjeve të popullsisë civile gjatë pushtimit nazist. Ushtria gjermane vrau 107 persona civil, ndër të tjera gra, fëmijë të moshuar.